Përshëndetje njerëz të dashur, përshëndetje. Na kemi shumë ftoftë në Zvicër. Por prapë jam ka shioj shumë. Spori du me ja uru vitin e ri dhe ky mesazh i imi për mua, për ty, nga unë, për ty është kështu. Shumica njerëzve 2026 apo çdo ndërrim vitit që bohet presin me gëzim sepse mendojnë që një vit i ri do t'ju sjellë një jetë më të mirë. Ndryshime, arritje qëllimesh, shëndet më të mirë, financa më të mira e kështu me radhë. Unë e tham urime natyrisht, por që reflektoni s'pari për vitin që e keni kalu, edhe nga ato reflektime mbledheni disa gjona që ju kanë lënë për shtypje, si për mirë, si për keq, edhe pyetni veten çka keni mësuar nga ai vit që ka kalu, edhe çka doni me ndryshu në vitin që po vjen. Në vitin e ri, në vitin 2026 tash siç jemi. Nëse na nuk ndryshojmë vetë, sepse viti është vetë si çdo vit e tjera, edhe koha është e njëjtë, pra koha edhe nuk ekziston. Na manifestojmë pra me mendimet dhe emocionet tona që e thomë çdo herë, me vedi ose pa vedi, kështu që nuk ndodh asnjë ndryshim në vitet e reja, nëse na vetë nuk ndryshojmë. Nëse na nuk e ndryshojmë personalitetin tonë. Nëse na nuk i transformojmë bindjet që i kemi marrë si programe nga e kaluara, edhe nëse na nuk vedisohem për rolet tona që i luajnë çdo ditë në të shumtën e rasteve në mënyrë të pavedishme. Kështu që uroj pra shumë që në këtë vitin e ri tani, në 2026, thjesht të vedisoheni, të punoni me veten pra ma shumë. Ta kuptoni veten, ta vëzhgoni veten kush je, çfarë rolesh po lun, çfarë bindjesh ke, cilat janë programet e tua, çka duhesh me lon me shku, çka duhesh me kriju tre, pra me u transformu, sepse pa transformim nuk ndryshohet as jeta. Nëse ti ki mendimet e njëjta, sikur në vitin që ka shku, edhe në vitin 2026, asnjë gjë nuk ndryshon. Asnjë gjë. Kjo është pra shumë e rëndësishme. Thjesht, çka po don me lshu nga viti 2025, edhe kush po don me qenë në 2026. Ta ndjesh që tani kush do me qenë. Pra vetja jote autentik, apo vetja jote e formuar nga dikush tjetër. Vetëm këtu pra është dallimi. Kështu që hiqi moskat, kuptoje mirë personalitetin tonë, karakterin tonë. Karakteri është çdo herë ka të bëj pra me moskat që ne i bëjmë në mënyrë të pavedishme, që mendojmë që jemi. Pra si çka identifikohemi ne, dhe kjo. Atëhere ju uroj një ditë të bukur, e të mbar, edhe me shumë ngrohtësi. Sepse ne këtu vërtet e kemi shumë ftoftë. Por kur ke ngrohtësi mrena vetes, e përballojmë edhe të ftoftin, edhe ngricat, edhe sfidat, edhe vështirësit, edhe gjithçka kur ke ngrohtësi pra mrena vetes tonde, e ke një zemër të ngrohtë, një zemër të butë, edhe mendja vjen pas zemrës, atë gjithçka funksionon në mënyrë më të mirë. Pra një vit shumë të bukur e të mbar dhe me shumë transformime.